Në studio kemi të ftuar edhe një shkrimtar shumë të dashur për publikun. Për neve sot ka ardhur Albatros Regjaj. Albatros, mirë se erdhe në spektaklin e Litë Shup për herë parë. Erdha edhe unë më në fund. Veç ti pa të me, lëp. Edhe fillova më po xhelos, është pse s'po ftojnë mu. Ja, që ka dole, bile këta të fundit, epizodat e fundit janë haloma special se këta të partë. Do në më e mira për fund. Dhe me thonë ëmbëlsira për fund, jo, se s'është emisioni. Nuk është, pas nuk e shoh vetën si ëmbëlsirë. Çfarë ëmbëlsire je? Jam aso ëmbëlsire, shpesh ma bëjnë këtë pyetje, po thamë masit fikën dritat, tanë kështu krejt në fund. Do me thonë ëmbëlsirë masit fikën dritat. A kishje në vanilë, sa drellë, sa po ta qokoladë, thonë një gentleman kur nuk flet me detaje, po kjo është një çështje këta gazetarët e tu mund ta helmutojnë këtë punë. Tash japje kohë tjetër, ki kujdes se i ngacmove pa gazetarët. Po jo, situacioni nuk është problem ajo, se unë e kam si parem, unë shpesh e tham, unë këto nuk jam burrë mirë, unë kuptoj gjithë tjerë janë të mirë. Kur dalin televizor flasin si janë ndershëm, janë model, s'ka me te, dëmon ata kanë si thonë populli në gjenetin garantum, unë jo për vetën time, unë jam mëkatar si gjithë tjerët, edhe përpiqem me jetu jetën ashtu si më vjen. Për këta dhe ndonjëherë kur më thonë njerëzit shkrimtar, unë ndalem dhe mendoj tham nuk jam shkrimtar në kuptimin si e marrin gjithë, po jam qef shkrues. Shkruaj për qef timin, unë qefin tim e kam gjënë më të rëndësishme. Kam vujt shumë për idejës duke përpjekt për shtatëm, duke përpjekt jem mirë me njerëzit, jem mirë me kushërit, me familjarët, me shokët, punë që zbahet. Kjo është misioni pa mundën është ajo, është misioni ma i pa mundën jetë. Unë kam marrë këtë përfundim. Dikush mund t'jetë ndryshe, mund të thotë e ka gabim, është kretë personale. Për këtë arsye në qefin tim e kam sem shumë transition. Edhe nuk kam dëshirë mja prish vetës qefin. Ajo që më vjen ato e bëj. Normal mbrenda asaj që është e mundën, se jo çdo qef është i realizueshëm, po përpiqem ja bëj qefin vetës. Dhe që bërë me kate. Si këtë tjerë, Cili është me kate i fundit që ki bo? Hajde. Ka shumë. Unë e them kështu shpesh, mos më pyet për mëkatet që kam bë, po pyetëm ato që nuk i kam bë se lista më e shkurt. E çka s'ki bo? Është më e shkurt. Kallzoma një me Jo, ti ke visioni, ti ke visioni. I paske po më duket mëkatet e ronda. Janë kohë gjatë ronda, po janë brenda asaj që e duron një burr. Një burr? Qa një burr që e duron. Me femna se duron? Po se dita, femnat më flasë, dhe unë jam feminist, po unë jam humanist, përshë unë besojnë ato që se cili duhet flasë me zërin e vetë, edhe njërë prej padresive më të mëdha që banë në botë, është që njerëzit flasin emrin e dikujt tjetër. Meshkujt fillojnë flasin për femrat, dhe femrat fillojnë flasin për meshkujt. Madje një kompliment që është shumë i egër, për mua banal, kur i thojnë një femnë qenë ka si burr, atë kuptimin e fortë, që nuk ka kompliment, më në ke fy. E ke fy ato. Që nga burnore. E ke fy, do në e ke fy, për kundrazi. Unë menoj që forca të një femën është shumë gjë femërore. Sepse nuk është e rastishme që përgjësia për me vazhdu njerëzime për para i për femërë, duron dhimbjet e lindjes, duron shtatzanin. Qka s'duron? Për ato gjëra kërkohet forcë shumë e madhe. Unë të gjëra i kam trajtu dhe të vepra ime të zonja zë dhe në shumë libra, sepse janë gjëra cilat unë besoj. Unë besoj edhe i kam si gjërat cilat unë i shtynë krijimtarinë time edhe në jetën time. Albatros, shumë shpejt kime publiku edhe librin e ri që si mbas intervistave, ki thonë që komu publiku në shtator. Po, plani është shtator, po jo çdo herë del plani, se ndodhin komplikime, shumë kohët fundit kam një farë krize, ka kap një krizë që një 2 javë e papame, jam bloku mendimin, total edhe kap një farë sikleti që reflekton edhe në krijimtarinë time. Plani është për shtator, net në Kastria, por nuk e di nëse do të nxjerrë, nëse do më rri, por del shtator, del tetor, në fund del kur del. Në krijimtaria nuk është me pikë, me datë caktume, gjonat vullneti ekziston, por kur do që del është një libër i veçantë për mua, sepse është një libër shumë personal. Unë nuk shkruaj vepra biografike, që janë mizate vepra arti, po mënyra si i rrëfej është shumë personale. Edhe është e vërtet ajo që unë nisem për i vetës, për i përvojave të mija, dhe në rrugës si për takohë me këtë botën. Por të këj libër shke edhe më në ekstrem. Tu flasë krejtësisht në zatë parë, në vetë parë, jam shumë personal. Personazhi është fiktiv, po jam shumë personal në mënyrën e trajtimit dhe lexuesi im e dallon. E dallon që është një rrëfim shumë i vërtetë. Kur filloi fjalia e parë është sa i palumtur jam. Sepse kjo është një problem që unë kam kohë pas kohë, më kap një palumturi e madhe dhe tham, wow, çfarë të bëj unë.
po më shkon jeta kot, po më shkon gjonat kot, dhe më trishton ajo, më kap një farë trishtimi me atë gjendje. Nuk kënaqem me faktin e monotoninë, e gjërave të njëjta, lokalet Ramja në qetësi. Ajo ramja në qetësi, njerëz të njëjtë, situatat e njëjta, nuk mund të pajtohem atë realitet, edhe më kap kjo gjendje e palumturisë. Edhe ato e kam shprehur te ky libër. Po më duket që ende pa u publiku libri është u komentu shumë. Po. Pse? Ose se është ngjarje e vërtetë, kuptimin si jo ngjarje e vërtetë si kronologji, po është si ndjesi, si emocion. Unë flas për gjëra të thjeshta, krijimtaria ime nuk merret me raketa, me kozmosin, unë merrem me gjëra të thjeshta. Sepse filozofia ime është se ne dështojmë në gjërat më të thjeshta në jetë. Ne nuk dështojmë gjëra të mëdha, në gjëra të mëdha jemi ekspert, profesor, doktor. Po në gjëra të thjeshta ne dështojmë. Ato gjëra të thjeshta janë ato që të përkufizojnë, je i lumtur apo nuk je i lumtur. Edhe unë këto i eksploroj edhe në jetën e përditshme, eksploroj me njerëzit që i du, eksploroj me njerëz, për shembull, unë takoj një njeri që më le përshtypje, unë kam dëshirë me njoft, kam dëshirë me eksploru, do thonë, edhe unë jam tip shumë transparent në këtë pikë pame, i shkoj deri në fund qefit tem, i shkoj deri në fund asaj aventurës shpirtit që unë e përjetoj. Edhe në çdo eksperiment tillë që kam bërë me jetën, kam marrë në përfundim që ne dështojmë gjëra të vogla, ose gënjejmë më shumë sa që duhet, sepse secili prej nesh gënjen, nuk ka njeri që nuk gënjen, po e teproj me gënjeshtra, ose e teproj me dashuri, ose ja mohojmë dashurinë tjetrit, ose mojmë qëndrimet kota, për shembull barikadomin sa qëndrimet kota. Dalin me kravata. Jo, kravata është okay, po përballë njerit që e don, nuk ka këso komunikimi. Me njerin që e don nuk mundesh ti me ja mohu dashurinë ose me komuniku me fjalit mëdha. Jetën e përditshme nuk komunikoj me fjalit mëdha. Komunikoj me fjalit thjeshta. Ne jemi ndërtojmë aso raporti, themi që duhemi, a njëri tjetër tankonja numërojmë zjanat. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Nuk ka jetë kjo, nuk ka raport, nuk ka dashuri. A i dashurum? Po, jam, faktus, jam i dashurum, e shihet veprën teme. Unë jam, edhe kur... A mundosh mja trajtu këto çështje edhe të partnerës tonë? Po, problema. As po të kupton, a? Problema. Po thuj me lexu librin. Jo, është problema. Sepse këtë njerëzit thonë, për shembull, du kështu, du diken që shprehet, du diken sinqert, du diken që nuk e mohon dashurinë, edhe përballë një realiteti të tillë s'din si mu sjell. Se krejt strategjitë jetësore i kanë me të keqen, i kanë me negativizma, i kanë me këso farë përplasje, me të shty, pi partnerit pret që tankon ka mu shty me te, jo me dasht, dhe s'din si mu sjell. O problemi madhë. O shumë problemi madhë. Se unë e tha me mënyrën më të sinqertë mundshme, o shumë problemi madhë. Dhe nuk ka dallim Kosovë-Shqipni, unë i kam provu bukën si këtu si andej, njëjtë është. A dhe këne edhe një, a? Njëjtë është njëjtë. Unë po thajmë është njëjtë e punë. A kim plan që mu martuna është? Po kush s'kash puna martes pa martes, që thojnë tash desh Se mos, jo, po, qëre, Albatros, ki tha që s'pëlqenj sanet kur bin qëtësi, s'pëlqenj sanet e njëta, s'pëlqenj. Për me ndru një nivel që je për momentin të e kalu, nashta dë bën me ndryshu edhe mendimi rreth dashurisë martesa. Flasim diçka. Unë si njeri... Na s'muj me full pa martesë ende pa u martu. Gjitha, flasim një gjatë shumë thjeshtë. Unë nuk besoj në këtë institucione. Edhe nuk në besoj në beslidhje me kontrata. Unë kom folë 100 herë për këtë gjëra. Unë dhe shpesh e them, Albatrosi nuk është modeli më i mirë. Për më marrë shemë, unë jam ekstrem. Jo dashurumët, keni kujdesje, o të jam mush me... Unë jam ekstrem, por unë nuk besoj në këtë institucione. Nuk besoj në kontrata, unë besoj në përkushtimin që dy njerëz e kanë me njëri tjetrin që është krejt intime. Ato një lloj beslidhje shpirtërore. Para beslidhjes shpirtërore u ndërzohen. Po këto gjëra tjera, fakti për shembull njerëzit martohen, ndahen, martohen prap, tradhtojnë, bëjnë, këto janë gjëra më normale në jetë. Ne i bëjmë film, na sillemi thjesht po jetojmë në Afganistan. Domthonë këto gjëra thjesht po jetojmë mes jetë. Pap janë tabu. Në botën bashkore nuk ka tabu. Pse pritet për një njeri... Domethënë është okej me trajtu. Jo, s'po them, janë gjëra që ndodhin. Janë gjëra që ndodhin në jetë. Nuk është as thash okej, as nuk, janë gjëra që ndodhin. Edhe dikush i ndodh, dikuj nuk i ndodh, dikush e eksploron, dikush nuk e eksploron. Por janë pjesë të jetës ato. Nuk jemi të jetuar, domethënë, mes jetë që njeriu publik do të jetë model. Ky do të jetë model i sjelljes. Këto gjëra kanë ekzistuar vetëm komunizëm.
Njerëzit publik janë njerëz vdekshëm, si gjithë tjerët, kanë mëkate, si gjithë tjerët, sprovohen si gjithë tjerët, martohen, ndahen, bëjnë marrëveshje në jetën e tyre private, do thonë e kanë një farë marrëveshje, supozoj një farë martese pro forme, ndërsa në praktik, realitet është krejt ndryshe. Edhe para njerëzve shiten, po duhem, Facebook i urojnë ditëlindjen plot dashuri njëri tjetrit, këne janë krejt ndryshe. Unë nuk besoj këto gjëra. Jetën time private, rregullimet e mia private i maj për veten time, shumë, për arsye krejt mijat, por në realitet unë besoj që askush nuk duhet të jetë më model për dikë tjetër. Sepse jetojmë sot me një kohë ku jeta është aq dinamike, sa që të pretendojmë që dikush është kështu ose ashtu është pak një farë iluzioni. Unë gjithmonë them ruaj opinjerit i cili përpiqet me ta mbush mendën për diçka. Për këtë arsye unë kam hek dorë, pjadesi më mbush mendën dikujt për diçka. Unë besoj që njeriu duhet të jetë i përvërtet para pasyrës. Edhe komplet filozofinë time tjetër se mbyllën në një gjë. Tër jetën time jam përpjek të jem okej, me familjarët e mi, me kushërit e mi, me shokët e mi, me rrethin tim, me të gjithë. S'kam arrit. Sot unë e bëj paqe 2 minuta para gjumit a jam në rregull me veten time. A flej rahat me veten time, a jam i lumtur me veten time, a kam lënë diçka cila mund të them, ajo gjenja, se ka plot njerëz që shiten, krejt okej, por nuk mund me duru veten para se me fjet. E tash këta unë eksploroj edhe te krijimtaria ime. Këtu ka ndodhur ndryshimi, se unë kam shkruar tër jetën, kam shkruar por kërkush nuk është marrë me shkrimet e mia. Në momentin kur kam thonë mjaft, sepse unë dua ta jetoj jetën time si unë du me jetu, edhe këto gjëra du mi shkru, ka ndodhur ndryshimi. Ka lind ky albatrosi, që njerëzit e lexojnë, që njerëzit e ndjekin, që dikush e pëlqen, dikush se pëlqen, disa më lavdrojnë, disa më shojnë, po ata që më shojnë më lexojnë. Edhe thonë mirë është për dy anë. Jo, nuk është, po unë përpiqem të jem i vërtet në gjën time. Thonë, të jem i vërtet në gjën time, unë përpiqem të jem i vërtet. Sa dikush arri, dikush nuk arri, por kam marrë në përfundim që nëse flej mirë me veten pak para gjumit jam në rregull. Tash kjo shpesh ndodh që jetoj në autostradë, po aty e ndi veten mirë. Për të them shtëpia është aty ku është zemra. Te rebelimi i Lulus kam thënë ku është shtëpia. Në fund ditës, pe kryt ditën prapë marr rrugën me shku me një derë. Ku është shtëpia? A është veni ku e kam adresën time, ku i kam njerëz të gjakut tim, apo është veni ku një jem rahat? Ndër veni ku një jesh rahat është në rrugë, që ty e ke shtëpi. Shtëpia është aty ku e ke zemrën. Dhe ne këtë ja mohojmë vetës, po ja mohojmë edhe tjerëve. Tash dikush thotë ky po fol mualife, po këto mualifet për mua janë okej. Çfarë energjie mendon që transmeton te lexuesi? Këtë energjinë e rebelimit. Se gjithë kanë dëshirë të jenë siguron, po kur s'ka, po them, se dhe me atë fjalën s'ka byth me e bë. Pse është këtë legjitime, sepse mi ka përcy komplekset, mi ka përcy pengesat, mi ka përcy ato barierat, raporte që kemi është shumë problemi madhe. Te zonja zë them, të gjithë i duan rebelet, i adhurojnë rebelet, por nuk e dojnë dhimbjen që e përjeton rebeli. Për shembull, unë nuk kam rri këtu pa dhimbje, unë kam shumë dhimbje brenda shpirtit. Kam atë shumë se ndonjëherë s'mund me duru veten time. Edhe askush nuk e don atë pjesë të timën, faktin atë rrugtim që është dash me e kalu. Atë përplasje me veten, me rrethin tim, me njerëzit e mi, askush nuk i don. E don vetëm produktin final, u bë i famshëm ky. E ndojnë njerëzit, po ajo është një rrugtim, sepse për me folë si albatrosi, duhet të jetosh jetën e albatrosit, jo çdo kush mund ta bëjë atë. Jo çdo kush mund dalë dhe të flasë në mënyrë transparente, jo çdo kush mund të shprehë ndjenjat e veta. Unë i respektoj dhe i kuptoj gjithë ta njerëz. Tash te unë e shohin këtë energji të rebelimit. Por nuk duhet me marr kallop, se është lehtë me e thonë, po shumë probleme e bën. Edhe unë e kuptoj këtë pjesë të njerëzit tonë, që pjesa më e madhe, 99% zgjedhin të heshtin. Po mendoj që secili prej njerëzve e ka një pjesë të rrugtimit që ka hek për me mrit deri aty ku don. Secili e ka atë të mirat edhe të këqijat e rrugtimit vet. Po cila mendon që është tema te populli jon që ende ngecin për mu trajtu? Unë mendoj që jemi shumë kolektivist. Edhe i japim shumë rëndësi vlerave kolektive. Se unë është okej e punë, por nuk duhet të harru që kolektivin e krijojnë individet. Edhe individin në kupton një qenje cila është e formuar edhe në radhë të parë është e kënaqur me veten. Jo e kënaqur me jetën. Po. Se me jetën s'mund të jesh kurrë i kënaqur. Po i kënaqur me veten, një lloj paqe me veten e ke. Domethënë sepse njeriu kur arrin paqe me veten, kur e din se ka eksploruar maksimumin e vetes, edhe deri diku mund të shkosh. Si e zot që të shkosh ku do.
Edhe këta individe krijojnë kolektivën. Ne nuk i respektojmë individet e tillë, ne i vrasim individet e tillë. Për shembull, unë kam dalë sot flas kështu, unë në emision tonë kam qenë pak korrekt. Në emisione tjera jam edhe ma si thot populli më i hallakat. Tho, si flet ky kështu, pse kështu, nuk bëhen këto pyetje më. Këto pyetje më nuk bëhen. Duhet me respektu individin, secili njeri ka të drejtë ta projektoj jetën e vet si don, ta jetoj jetën e vet si don, të gaboj kur e vlerëson se është gabimi që duhet me bë. Pse? Çfarë do të thonë fjala njeri? Ne e përdorim fjalën insan. Është ai që gabon edhe që harron që ka gabu. Se kjo është njerëzore. Thot, kur s'ka me bë këtë gabim më? Ky 3 ditë e bën të njëjtën. Është njerëzore kjo. Dhe duhet me pranu faktin që ne jemi qenje tilla. E duhet me respektu rrugën e individit. Dhe kjo është ai problemi që ne kemi, që mu më dhamë shumë, nuk e respektojmë individin, mundomi me gjithë, ka kjo diçka, ka kjo diçka, më shifet këto diçka. Diçka po më shif. Po dhe nëse më shifet, qa? Kush është ai njeri që nuk ka diçka tillë? Po kërkon prej tjetrit të mos jetë njeri. Kjo është problem që na e vrasim individin, e shkaktu i bëjmë dhunë sociale, kjo dhunë, dimensioni dhunës sociale, sidomos në kohën e rrjeteve, Facebook, Instagram është shumë i madh. Del dikush e bën një status pa lidhje, e shkruan një shkrim dikun, e lëndon tjetrin pa pikë nevoje. Ajo ideja që me lëndu tjetrin, që është shumë e fuqishme në shoqërinë tonë, mu mi këtruri. Unë kam kriju një lloj imuniteti, si albatros, po e kam kriju me shumë dhimbje, po jo të gjithë e kanë. Edhe unë e ndjej këtë dhimbje, që për shembull fakti që ngurrojnë mu shpreh, kanë shoqëni, po nuk flasin lirshëm. Ku ideja të kesh shok nëse nuk flet lirshëm me shokun tonë? Flas me frikën, nuk e përdor kundër meje. Të janë gjëra shumë primitive, Elida. Edhe në vitin 2017 ballafaqohemi me disa fenomene që gjyshet tona i kanë të njëjtat. Kjo flet shumë keq për shoqërinë tonë. Për çka kritikojnë mas shumë? Flas shumë, kritikojnë që flas shumë, që jam korrekt në kuptimin e normave të shoqënisë. Del jashtë normave. Në kuptimin do të thonë që ka marrë malin këtë kuptim. Për këto më kritikojnë, për gjëra tjera kanë hekdorë. Kanë kuptuar që unë e kam mendjen time dhe se ndryshoj kush e di çfarë po. Unë i eksploroj pasionet e mia. Fjala pasion nuk në kupton vetëm ato dëshirat seksuale, po pasionet shpirtërore. Unë i eksploroj. Seksi është shumë sen me rëndësi në jetën time. A mendojnë që publiku shqiptar është gati që me fol për seks? Do të them, por pas të flas për seks. Se s'po du me trajtu që atë shumë për shkak që mundet me pas edhe fëmijë para ekranit, na jemi pas të flas për seksin, që them pasionet shpirtërore unë i eksploroj. Pasionet shpirtërore janë gjëra që zakonisht profesionet që i kanë ndrru, këto janë pasionet shpirtërore. Unë kam dëshirë mi eksploru ato. Po te seksi, tash sipas filozofisë tonë, kur s'ka bërë seks, se kretëve na ka sjellë dhe i leku. Edhe është gjëta kemi të qartë. Duhet me dallu seksin si erotizëm apo pornografi. Unë jam kundër pornografisë. Gjithmonë kam qenë. Menoj që është e tepërt. Po si erotizëm, si ndjesi, si diçka që e shtyn njerëzimin përpara, ne duhet me diskutu për atë punë. Është gjëja më normale e mundshme. Sa tema ju në trajtu gjithsej në ekranet kosovare për seksin? Shumë pak, se ne e trajtojmë... Gati që heq. Ne e trajtojmë vetëm këtë kuptimin pornografik. Unë jam kundër pornografisë, e kam thonë shpesh herë, në këtë pikë jam shumë konservativ, sepse ajo është çështje shijesh, po erotizmi është ndjesi shpirtërore, njerëzit kanë tërheqje. Ajo është normale, është ligji natyrës, është te libri jam Edi, them energjia seksuale është energjia më e përhapur natyrë, është energjia më e fuqishme. Edhe në mesin e luleve ndjen poleni kur del, bjen kokë. Normale është energji seksuale, që ne doron polenin, sepse është në bimt po bëjnë seks, realisht me folë, në atë mënyrën e tyne që e ka përcaktu natyra. Po për fem në ende për paragjikohet? Jo, për tash, kjo është të zonja zë, kam thënë une, për shembull budallëku më i madh është virgjëria, ideja për virgjëri. Kjo është budallëk. Kudo që të shkon në punë, thojnë përvoja punës. Sa vjetë përvoj punë ki? Vetëm aty s'ba me pas përvoj punë. Kjo është nonsens. Dhe sepse unë e besoj në atë që kur dy vetë duhen, gjenë arsye për mu dashtë. Kur nuk duhen, gjenë arsye mos me dashtë. Si e virgjër, si e kështu, si e kështu, si e kështu. Po kërkon pretekst. A kur e do ne pranon njerin si është? Tash, ku e merë që me të parën që në takimin e parë, partneri i parë, e ke fatin, njihësh, pëlqehësh, ke sinkron, edhe gjithë shka funksionon. Po tash, si pas filozofisë kësaj, ti e ke provu,
kryt një viti, kryt 6 muaj, kupton që nuk shkon, ti duhet tash me vazhdu komplet jetën tonë me e kalu në palumëtori, me kalu në fatkeqësi, është një lloj fatkeqësie vetëm se dikush mendon se s'ban me pas zgjedhje tjetër në jetë. Jo, more 60 vjet, 5 fëmijë, kryat punë, hes shikoj jetën tonë përpara. Nëse nuk funksionon, nëse nuk gjen gjuhë përbashkët, nëse nuk gjen model. Tash dikush thot, tash përdora nuk gjen model, sepse njerëzit kanë modele nga më të ndryshme. I mbajnë proforme, këni vazhdojnë jetën e vet, ato janë zgjedhje individuale, secili i ban. Edhe nëse funksionojnë, rregull janë, i treti nuk ka që ka më përzi. Por duhet me pranu faktin që njerëzit bëjnë zgjedhje të caktuara në jetë, është problemi tyre. Pëlqen mirë, s'pëlqen ditën e mirë. Nuk ja vjen me çu jetën poshtë. Jo, nuk ja vjen, se jeta është e shkurt. Jeta është e shkurt, jeta është shumë e shkurt. Duhet më konë mas pari i lumtur me veten. Se pa u konë i lumtur mbrana vetës mund me konë me janë 3 pyetje që nuk ban me i bë. Sa ki rrogën? A je i martum? Edhe është një pyetje tjetër, a je i virgjë? Ose a je i virgjë? Këto 3 pyetje s'bën me i bë. Ne i bëjmë këto 3 pyetje. Partnerit, cili ta ku ja bën atë pyetje, ndërsa kështu sa ki rrogën, a je i martum? E normal është nëse takosh me dikon që mi thonë, a je martum e dol i martum, pse se pyte? Që shpo me në të janë ca mes dy njerëzve, cilët kanë kriju një intimitet, gjithçka është e lejuar. Mes dy njerëzve që kanë intimitet, gjithçka është e lejuar. Bisedon. Por në raport me publikun, me njerë që nuk e nje, e takon për herë të parë, gazetari, okej, në rregull janë gazetar, por ne kemi një, dy, sa ki rrogën ti? Pyetje të në gjona primitive. Edhe mu ma kanë qitë për talit, kështë sa e kam rrogën, të merë. Po mirë, është sen, jenë ca gjona që thjesht janë intime. Albatros, ki fillu më marrë shumë edhe me rrjetet sociale. Je shumë i ndjekun. 2 milionin Facebook, edhe Instagram ka fillu së fundme, një 50.000 gati banë në ditë. Se Instagram i aktivizu pak ma tepër. Po, kove të fundit. Po, kove të fundit, për që ato atë të thalsh. Në Instagram, sepse kam kuptu që Instagrami është një mundësi ndryshe. Ku më ka dhonë, ma ka kriju një hapësirë me eksploruar një pasion timin rinor, që ka qenë, unë kam pas shumë dëshirë të merra me modë. Po. Shumë kam pas dëshirë, gjithmonë. Po, hetë se ti folë, hiq më lartë dhe para 7-8 vjetë më dikuj për modën. Njerëz kanë pas probleme tjera, pavarësia, lufta, bla, 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 këto gjëra që ka qenë krejt normale. Edhe tash, unë kam fillu me eksploru këtë pasion, dhe Instagrami ma ka dhonë këtë mundësi. Unë nuk kam pas në ide si me kriju fustane, kështu gjëra, kostume, po kam pas ide të stilit, stilizimit, kam ndjek, kam lexu. Edhe këto po eksploroj tani, po e bajnë Tiranë, ku po vlerësohet më shumë se në Prishtinë, ta them realitetin. Po diskutohet, po komentohet, njerëzit me nxis presin, edhe ma jep një kënaqësi ajo. Albatros, çfarë plane ki përveç librit që do publikohet? Unë për jetën nuk bëj shumë plane tash. Mendoj me eksploru pasionet e mia deri në fund. Kam dëshirë të merrem mes Kosovës e Shqipërisë. Unë mendoj me orientu jetën time gjithnjë më tepër në drejtim Tiranës. Për arsye se kam gjetë një lloj qetësie shpirtërore. Është shumë rëndësi si detaj. Ku do të eksploroj çdo pasionet e mia. Mendoj me eksploru qefin tim për asa nuk më tradhton shëndeti. Ndërsa në fazën e fundit të jetës, nëse kemi jetë, mendoj me bën pak një karrierë akademike. Jo në për universitete e gjëra, po tip ligjëratave të hapura. Mendoj që kam që kam me thonë, unë kam bëjë eksperimentet tila, njerëz kanë ardhur, kanë dëgjuar ato që unë kam me thonë, edhe tip të këtyre fjalimeve TED që janë që shkon e bën. Këto janë pak si plane, pastaj mendoj me udhëtu. Unë kam një listë, që i thonë anglisht bucket list, gjërave që du mi bë para se me vdek. Sa i ki realizu e sa kanë me të paralizu? Unë kam pas një përvojë personale që më ka lëkund, ku përjetu vdekje klinike. Edhe Albatrosi para vdekjes klinike ka qenë tjetër, Albatrosi pas vdekjes klinike është tjetër. Është ky tash. Edhe unë kam kuptuar që s'ka kohë. Pavarësisht që mas 3 minuta mund gjithçka me marrë fund. Dhe kam bërë një listë gjërave që unë du me i bë. E kur i ke pas vdekjen klinike? Kam pas 2013. Çka ka ndodhur? Një incident, diçka tash. Unë mjek nuk jam me spjegu, por s'kum pas shenja jete, kum shku pas shenja jete, do të thonë, kum dalat tunelin, është e vërtetë ajo që e shen një farë tunelin, një farë dritë në fund.
Do më thonë, kërret përshet një njëjtë. Një sepse, tash, unë si njeri që kam lexuar dhe kam gjetë shpjegimin, kur të bjen tensioni, që mund pa të ra tensioni shumë, ka herën duke intervenu ka qenë 50-30, e maj men, kur mjekët fillun me bërtit, e ka përshkon poshtë, ajo horizonti të bjen, duke të thuj se përshkon në tobogane. Dhe ke një dritë në fund tunelit atje, dhe në fund së shem asi gjë. Edhe frigosh dhe sa e kupton që s'ki kur gjë në dorë. Vjen në ato qasët e fundit, si e jaftë as mu frigu. As si e jaftë mu frigu fare. Ta qënë zotin një loj qëtësi, është e papalma, ajo si emocion. Edhe kur jam këthy, më kanë rinë gjallë, kanë ndryshu komplet qasë e jame për jetën. Komplet, kënë si javlen ma si gjo. Albatros, si javlen ma si gjo. Jetoje jetën. Jeto se si javlen ma. Qka kinë lisë që tash që po pret me realisë? Ato janë gjona shumë intime, për arsye sepse... Një të qka ma thjerë që mundet me ditë dhe për? Për shumë mendoj të shkoj në New York Fashion Week. New York Fashion Week. Kam në andrë time të shkoj në New York Fashion Week. Edhe e di dhe pse qysh tek. Është një prej gjërave. Mendoj të ngjitem në majet të botës, po jo në Monte Everest ku shkoj Uta Ibrahimi. Por nëse më rri, do më thonë, dhe në Tibet apo gjë. Nga pas mysafire, po unë tash alpinist nuk jam, unë atë gjë nuk mund të bëj, po unë kam një farë pasionit madh për kulturat e lindjes, Tibet e këtë gjëra. Kur e kam lexuar librin 7 vite, në 7 vjet në Tibet, u bë dhe film Brad Pitt i luan, më ka ikë truri, du me shku me pa. Me që ato viza, po kena problem se... Po, James shqiptar, James Zide, për viza, për pasaporta, James Zide. Albatros, falenderit shumë që ki qenë në Elite Show, është shumë knaqësi me bo një biset ka këndshme me ty. Kur kime publiku librin, na bashkë qatë koha dhe kthejeme, kështu që kësha pas që ma pru mu si dhurat, me ledzu.